Ndërmarrjet publike të qytetit të Shkupit pa drejtor të emëruar do të mbeten pas festave të fundvitit. Përderisa kuadrot të VMRO DPMN-s janë reatuar në për disa nga drejtoritë kryesore të kryeqytetit, ende nga koalicioni Vlen nuk kanë marrë hisën e tyre. Deri më tani pa ushtrues detyre prej ndërmarrjeve të rëndësishme kanë mbetur vetëm ndërmarrja publike Paqe dhe Gjelbrime, e cila me gjas do t'i ngjelet atyre të Vlenit. Kryetari Orce Gjorgjevski tha se janë në fazën e përzgjedhjes së drejtorëve me partnerët e koalicionit. Finishirаме во однос на интервјуирање на останатите кадри кои што би можеле да бидат потенцијални нови директори на останатите јавни предпријатија, како Паркови Зеленило и останатите. Секако дека и нашите коалициони партнери учествуваат во целиот процес. Јас имам јасна и недвосмислена поддршка од страна на нивната советничка група во Советот. Ние сме коалиција и на централно ниво, но сме коалиција и на локално ниво и партнерски ги градиме нашите односи, што значи дека во наредниот период мислам дека после празниците би се финиширале овие постапки и како и за се останато знаете дека јас сум максимално транспарентен и отворен за јавноста, ќе бидете навремено информирани за истото. Por nga Vlen thonë se emrimet e deritanishme nuk janë përfundimtare, por vetëm ushtrues detyre. Emrimet që ka ndodhur deri më tani janë vetëm si ushtrues detyre dhe në momentin që do të ketë marrëveshje politike mes koalicionit Vlen dhe VMRO, emrat të cilët do t'i propozoj koalicioni Vlen që i kanë takuar sipas marrëveshjes, do t'i zënë vendet e tyre në për ato ndërmarrje. Arsyet e zvarritjes për emrimet të caktuara janë për shkak se tregohemi të kujdesshëm që shqiptarët e qytetit të Shkupit të kenë një përfaqësim sa më të mirë dhe për këtë arsye nuk po ngutemi dhe për emrime, sepse dëshirojmë të kemi një marrëveshje sa më të mirë, që të kemi një përfaqësim dinjitoz dhe të mos na përsëriten problemet e cilat kanë qenë prezente gjatë 4 viteve të kaluara. Qyteti i Shkupit deri më tani ka emëruar ushtrues detyre në ndërmarrjet publike ujësjellës kanalizimet, ndërmarrjet publike higjiena komunale, rrugët dhe rrugica, NÇP Shkup, Drislla dhe parkingu i qytetit.